ojo që keni besuar, ojo që më njihni kush jam, ojo që e dini çka kërkoj nga ju, ojo që e dini se unë ju duhet mirën, ojo që e dini se unë nuk ju ngarkoj për të mundësive, ojo që e dini se unë ju shpërblej, ojo që e dini se ka xhenet, po ju ftoj tash ta dëshmoni praktikisht dhe ta pranoj ofertën time me agjerim. Ande këtu I ka parapri dija veprës. Sikur se Allahu thotë në Kur'an fa'alam annahu la ilaha illa Allah. Dije se nuk ka zot që meriton të adhurohet pas Allahut. La ilaha është fjalë. Gojës e këmundëm, por I ka kërkesët e veta, I ka kushtet e veta. Andaj Imam Buhariu rahimahullah sikur se këtë njohur në kapitullin e diturisë, e ka në kapitullin thotë el ilm qabla al qawli wal amal. Në dituria para se me fol edhe para se me vepru. Për këtë arsye edhe fjala e parë ka iqra. Lexo. Në Islam nuk ka kurrë me imponim, nuk ka kurrë me hatër, ka bindje. Pejgamberi I binte popullin e tij me fjalë. Prandaj I paraprin dija, ti bindesh se kjo është e vërtetë, bindesh se ky është Zoti, e njeh Zotin ton dhe për aq sa më tepër e njeh Allahun, vallai më tepër I përgjigjesh. Patjetër. Sa e kanë përmend dietarët, kush e njeh Allahun më së miri, domthon I dërohet më shumti dhe adhuron më së miri. Për këtë arsye kjo është mendoj në kuptimin e zbërthimit kohor. Kush I paraprin kujt, besimi në kuptimin e dijes ashtu I paraprin veprës. Qase nuk ka mundësi me pas vepër pa dije.